Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Me emrin Allah të fillojmë, Allahun e falenderojmë, salavatet e selamet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ja dërgojmë familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun dhul xhelal që dhe ne të jemi prej tyre. Sonte së bashku do ta marrim shkakun e 5 nga 10 shkaqet se si ta fitojmë dashurinë e Allahut dhul xhelal. I kemi përmendur në javët e kaluara 4 shkaqe se si ta fitojmë dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Dërsa sot do ta përmendim shkakun e 5, ashtu siç i ka përmendur Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jauziyja. Sigurisht se Ibn Qayyimi këtë shkaqe i ka përjetuar. Për atë arsye edhe i ka shkruajtur për neve që dhe ne ta ndjekim atë rrugë që ka ndjek Ibn Qayyimi për të udhëtuar drejt Allahut dhe drejt xheneteve të tij. Ibn Qayyimi thot: shkaku i 5 është meditimi i emrave dhe cilësive të Allahut me zemër, vëzhgimi dhe njohja e tyre dhe shëtitja në kopshtet e kësaj njohje. Nga se kush e njeh Allahun përmes emrave, cilësive dhe veprave të tij, sigurisht se do ta doj atë. Këtu pra Ibn Qayyimi flet për njohjen që arabisht quhet el-ma'rifa, e cila është një shkallë e lartë prej shkallëve të besimtarëve, si dhe një pozitë prej pozitave të atyre që ecin drejt vendbanimit të shpëtuarve, pra drejt xheneteve të Allahut të lartësuar. Ka dallim ndërmjet dijes dhe njohjes. Pra ka dallim mes el-ilm, dijes dhe njohjes el-ma'rifa. Ashtu siç ka dallim pra në shprehje dhe në kuptim. Dallimi thelbësor mes tyre është se njohja është dije që të nxit për të vepruar. Jo thjesht domethënë të kesh një farë informata e kështu me radhë, mirë po dije që të stimulon dhe të nxit për të vepruar. Pra, kjo më shumë lidhet me veprat e zemrës. Për këtë arsye, edhe Imam Buhariu për hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam ku thotë ana a'lamukum billah, un jam më i dishmi për jush për Allahun apo se për këtë Allahut, e ka vendosur në nën kapitullin el-ma'rifatu fi'lul qalbi. Ka thonë njohja është vepër e zemrës. Për shkak të fjalës së Allahut subhanahu wa taala, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Por ju dënon për atë që vendosni në zemrat tuaja. Ky hadith ka ardhur edhe me një formulim tjetër, ana a'rifukum apo ana a'rafukum billah. Ana a'rafukum billah. Un jam ai i cili e njeh më së miri Allahun prej jush. Pra kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, un jam më i dishmi se përket Allahut në mesin tuaj, tregon se dija për Allahun apo rreth Allahut është shkallë. Dhe njerëzit se përket kësaj diturie dallojnë njëri prej tjetrit. Ai më i dishmi rreth Allahut kush është? Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye edhe ne Allahun e cilësojmë ashtu siç e ka cilësuar Allahu veten e tij dhe siç e ka cilësuar atë i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe ja mohojmë Allahut ato cilësi që ja ka mohu Allahu vetes apo ja ka mohu i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Dituria rreth Allahut përfshin diturinë rreth emrave, cilësive, veprave të Allahut dhul xhelal. Po ne sa kemi hise në këtë dije sa i përket Allahut subhanahu wa taala, sa i njohim emrat e Allahut, sa i njohim cilësitë e tij. Secili ta pyes veten e vet. Cila njohje ja përmirëson besimtarit zemrën dhe e bën të dashur tek Allahu, apo vetëm mjafton të kemi informata,
Këtë përgjigje na jep vet Ibn Kaimi në këtë shkak të pestë, të cilin e lexuam. Mirë po do ta lexojmë sërish. Ku thot meditimi i emrave dhe cilësive të Allahut me zemër. Pastaj vëzhgimi dhe njohja e tyre dhe shëtitja në kopshtet e kësaj njohjeje. Këtu i kemi 3 gjëra. E para, zemra të jetë e gatshme ti meditoj emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. E si vallë ka mundësi ti meditoj, ti përjetoj kur robi nuk i di emrat dhe cilësitë e Allahut. Pra fillimisht i mëson, pastaj i mediton. E dyta, vëzhgimi, reflektimi dhe njohja e këtyre emrave të Allahut subhanahu wa taala. Me ditë si ndikojnë këta emra te vetë njeriu. Si ndikojnë këta emra të Allahut subhanahu wa taala madje edhe te kafshët. Ku ta shet ti për shembull një kafshë që tregohet e mëshirshme me të voglin e saj, apo ku ta shet nënën e cila tregohet e mëshirshme me djalin e saj të padëgjueshëm, tregon se mëshira e Allahut ka ndikuar në zemrën e saj që ajo të jetë e tillë. Pra besimtari kur ti sheh këto gjëra, çdo herë e kupton se kjo është në saje të ndikimit të emrave të Allahut tek njerëzit. E treta, shëtitja në kopshtet e kësaj njohjeje. Pra, çdo herë ti të merresh me këtë dituri. Nuk mjafton e ke lexuar një libër për emrat e Allahut apo i ke dëgjuar do derse, mirë po çdo herë ti më marr me këtë dije më të çmuar. Nga se si e vlerësoj një dije se e ka një farë vlerë, një farë pozite, në bazë të asaj me çka merret e dije. E emrat dhe cilësitë e Allahut kanë të bëjnë me vet Allahun subhanahu wa taala. Për këtë arsye edhe kanë vlerë. Kjo dije domethënë ka vlerë. Pra i ke mësuar një herë, i mësosh edhe një herë tjetër, nga se njeriu mund t'i harroj. Mirë po çdo herë domethënë çdo herë i ban refresh njohurit e tij. Njohja e emrave të bukur të Allahut është nga bazat e mëdha të fesë islame. Allahu subhanahu wa taala thot: "Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha." Allahu t'i përkasin emrat më të bukur, andaj luteni atë me këta emra. Po ashtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna lillahi 99 isman, 100 illa wahida, man asaha dakhala al-janna." Allahu i ka 99 emra, 100 pa një. Kush i mëson, ja di kuptimin, punon me këta emra, do të hyj në xhenet. E çfarë do të thotë ti njohësh emrat e Allahut? Do thotë t'ja dish kuptimin atyre. Ar-Rahman, çfarë kuptimi ka? Ar-Rahim, çfarë kuptimi ka? Al-Wadud, çfarë kuptimi ka? At-Tawwab, çfarë kuptimi ka? Me ditë njerë për kthimin, pastaj një 2-3 fjalë rreth këtij emri të Allahut, ndonjë ajet, ndonjë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si ndikon ky emri i Allahut në jetën e besimtarit, a ka përputhje mes emrave të Allahut e kështu me radhë. Pastaj ti besojmë këta emra me zemër pa bërë shtrembërime dhe pa i refuzuar. I pranojmë ashtu siç e ka cilësuar Allahu veten e tij, apo siç e ka cilësuar Allahun i dërguar i tij, njohësi më i mirë i Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ta lutim Allahun me këta emra, sipas nevojës që e ke. Ke nevojë për pasuni, o furnizues, më furnizo. O i pasun, më jep. Ke bo gjunahe, o falës, më fal. O pranues i pendimit, më prano pendimin. O mëshirues, më mëshiro, e kështu me radhë. Po në bazë të kërkesës që e ke, nevojës që e ke, ja bashkangjet edhe emrin e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu këta emra të ndikojnë tek besimtari që të stoliset me virtyte dhe me gjëra të mira.
me qenë se Allah është cilësu me dituri, me drejtësi, me falje, me mëshirë, atëherë edhe besimtari duhet të stëriset me dije, me dituri, të jetë i drejtë, të ketë dituri, të jetë falës ndaj atyre të cilët gabojnë kashë i tij e kështu me radhë. Shtrohet pyetja, a ka mundësi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me lan umetin e vet në atë gjendje pa ja shpjegu emrat dhe cilësitë e Allahut? Nëse dikush thotë mos jeni ju në kësi tema se kanë të bëjnë me Allahun. Po kjo dia më e çmuar që Allah na ka thirrë në Kur'an dhe na ka thonë që me meditu ajetet e tina në Kur'an. Edhe të ajetet e tij në Kur'an futen edhe ajetet që flasin rreth emrave dhe cilësive të Allahut. Ja se ç'thot Ibn Taymija rreth kësaj gjëje. Thot, është e pamundur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'ia mësoj umetit të tij disa gjëra që janë shumë të imta dhe kapitullin që flet për të adhuruarin e tyre, pra për Allahun, t'ia lë pa ja shpjeguar. Kur ne domethënë me zemrat tona besojmë Allahun, me gjuhën tona e shqiptojmë këtë besim, lexojmë Kur'an dhe është e pamundur që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mos t'ia shpjegoj umetit të tij një gjë të tillë. Nga se njohja e Allahut është njohja më e lartë dhe adhurimi i tij është qëllimi më fisnik dhe arritja tek Allahu është synimi më i lartë. Andaj çfarë dobi ka njeri me pas shumë njohuri, ndoshta ka shkruajtur libra, është enciklopedi, po nëse nuk e njeh Allahun, është zero. Ndoshta është shkencëtar, po është ateist. Domethënë dituria e tij si ka bë dobi kurrë. Ndoshta i ka bën dobi në këtë jetë, njerëzit e përmendin se ka qenë i mençur, po faktikisht ai është ignorant. Nga se nuk e njeh Zotin e vet, Allahun subhanahu wa ta'ala. Qofse shtrohet pyetja, në çka kanë bërë thirrje profetët e Allahut dhul xhelal. Të gjithë pejgamberët e Allahut janë dërguar për t'i përmbushur 3 detyra madhore. Detyra parë është thirrja që e kanë bërë popujve të vet që të adhurohet Allahu dhe që popujt e tyre të largohen nga adhurimi i dikujt tjetër posa Allahu subhanahu wa taala. E kjo si realizohet? Realizohet duke e njoft Allahun. Pra fillimisht ja kanë shpjeguar popujve të tyre se kush është Allahu. Pastaj e kanë kuptuar se ky Zot i cili është i tillë, është krijues, është furnizues, ky e meriton me të vërtet adhurimin. Kështu që pastaj njerëzit e kanë adhuruar Allahun dhul xhelal. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ne kemi dërguar në çdo popull pejgamber, që i kanë thënë popujve të tyre, adhuroni Allahun dhe rrini larg idhujve, rrini larg tagutit dhe çdo gjë që adhurohet posa Allahut subhanahu wa taala. Mirë tash, domethënë Allahu të adhurohet. Masi e kemi njoftë Allahun. E dyta, cila ka qenë detyra e pejgamberëve? Detyra e tyre ka qenë me ia shpjegu popujve të tyre rrugën e cila i çon drejt Allahut. Dhe si të jenë të qëndrueshëm në fenë e Allahut subhanahu wa taala. E kjo çish bëhet duke i treguar njerëzve çfarë obligime kanë kashë i Allahut dhe çfarë ndalesa janë ato të cilat duhet ata t'ju shmangën dhe t'ju largohen. Detyra e tretë është sqarimi i gjendjes së njerëzve kur të vdesin. Çfarë gjendje do ta kenë në botën tjetër. Pra ata që janë bindur Allahut, ku do të shkojnë, dhe ata që nuk janë bindur Allahut, ku do të shkojnë. Ata që janë bindur Allahut do të shkojnë në xhenet, dhe ata që e kanë mohuar Allahun, nuk ju kanë bindur Allahut, do të shkojnë në zjarrin e xhenemit. Për këto 3 detyra të profetëve, e që faktikisht janë detyra të thirrësve në rrugt të Allahut, të xhallarëve, të kërkuesve të dijes dhe çdo besimtari, shejtani ka qit
në krye të secilës prej këtyre nga një shejtan për mi pengu njerëzit. Andaj, grupi parë janë ata të cilët i mohojnë dhe i shtrembrojnë emrat e Allahut subhanahu wa taala. Të tillët i kanë pengu pasues të pejgamberëve dhe sot i pengojnë xhamatin që njerëzit mos me njoftë Allahun, apo të mjaftohen njerëzit vetëm se Allah është krijues. Po jo, ne njohim Allahun me emrat e tij, cilësitë e tij dhe e ndjekim rrugën e Allahut subhanahu wa taala duke adhuruar Allahun dhul xhelal. Grupi i dytë janë ata që janë ulur në krye të rrugës që të çon drejt Allahut përmes zbatimit të urdhrave të tij dhe shmanges nga ndalesat e tij. Çka bën ky grup? Thojnë, s'ki nevojë për më fal. S'ki nevojë më fal, ban gjuna apo kupton. Këta dojnë mi largu njerëzit nga kryerja e obligimeve që i kanë ndaj Allahut dhe i stimulojnë dhe i nxisin njerëzit me bë mëkate. Grupi i tretë janë ata që janë vendosur në krye të rrugës që të çon drejt xhenetit dhe që të largon nga veprat që të çojnë në zjarr të xhehenemit. Pra të tillët çka bëjnë? E pengojnë njeriu me u përgatit për me hinë xhenet. Dhe ja shishmojnë dhe e preokupojnë me këtë dunja. Për shembull të riut i thonë, "Alo je i riti, s'kisha më fal." Ki 15 vjet, i bash 17 vjet, i bash 20 vjet, ka koti kur falesh. Pra, dën me vonu. E vdekja nuk pret. Nuk të pret aje i ri, aje i vjetër, aje i pasën, aje i varfën, aje femën, aje mashkull. Vdekja vjen në atë moment që e ka caktu Allahu dhul xhelal. Cili grup është më i rrezikshëm? Është grupi i parë, ata të cilët i pengojnë të tjerët që me njoft Allahun dhul xhelal. Për neve kërkohet që ta njohim Allahun subhanahu wa taala. Edhe titullin më të madh që e merr në këtë botë është me qenë njohës i Allahut. Asnjë titull nuk të ban dobi. Mirë, për nëse e ke njohur Allahun ashtu siç duhet, atëherë kjo të ban dobi. E si ta dim ne se e njohim Allahun? Atëherë ta lexojmë fjalën e Ibn Qayyimit që shpresojmë që ky e ka njohur Allahun edhe na ka dhënë disa pika që na ndihmojnë në këtë rrugtim. Ibn Qayyimi ka thënë, me emrin njohës i Allahut nuk përshkruhet askush përveç atij që është i dijshëm rreth Allahut, është i dijshëm për rrugën që të çon tek Allahu, është i dijshëm për pengesat dhe shkatruesit e kësaj rruge, dhe që ka një gjendje shpirtërore me Allahun që dëshmon për vërtetësinë e njohjes së tij ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra njohësi i Allahut apo el-arif është ai që i njeh emrat, cilësitë dhe veprat e Allahut subhanahu wa taala. E dyta është ai person i cili është i sinqert, i çiltër dhe i vërtet në raport me Allahun dhul xhelal. E din se Allahu dhul xhelal të tillën e njeh më mirë se sa ky që e njeh veten. Nga sa Allah ka thënë, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Mos e lavdëroni veten. Mos jepni vetes të skije se jeni burra të mirë. Nga sa Allahu e di më së miri kush për jush është i devotshëm. Tjetra, i tilli e ka pastru qëllimin dhe niyetin vetëm për Allahun. Dhe ja dëshmon Allahut se synim të tij e ka vetëm arritjen në xhenetin e Allahut dhe punon për këtë rrugë. Gjithashtu, i tilli është zhveshur nga morali i keq dhe sëmundjet e shpirtit. Pra, i tilli ka moral të mirë në raport me Allahun, në raport me veten e tij, në raport me njerëzit. Dhe është i larguar nga sëmundjet e shpirtit, vetpëlqimi, mendjemasia e kështu me radhë. Çdo besimtar duhet me luftu veten që mi largu ato vese apo sjellje të këqija apo sëmundjet të cilat i ka dhe i bart shpirtit i tij. Gjithashtu, kjo është pastruar nga papastërtitë dhe devijimet. Gjithashtu ka duru ndaj gjykimeve të Allahut, caktimeve të Allahut në mirësitë apo sprovat që i kanë ardhur.
çdo sen që e godet e din se e ka prej Allahu subhanahu wa taala, qoftë e mirë apo e keqe. A është mjaftu ky me kaq? Jo. Gjithashtu ka bo thirrje drejt Allahut me dituri të qartë. Dhe e fundit është angazhu që këtë thirrje me bo sipas thirrjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Jo me përzi davetin me gjëra të kota, me shtrembërime kështu me radhë. Thot Ibn Kaimi, kjo është ai që meriton me të vërtetë të jetë njohës i Allahut. Pra ke njoftë Allahun me emrat, cilësitë, veprat e tij. E ke pastru veten nga sjelljet e këqija, nga sëmundjet e zemrës. Ke bo davetin e ke bo në formën më të mirë, e kështu me radhë, e lutim Allahun që edhe ne të jemi nga ata të cilët e njohim Allahun ashtu siç duhet. Ata të cilët i mohojnë apo i shtrembrojnë cilësitë e Allahut, sikur se thonë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lënë të mangët për cilën e mesazhit hynor. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ndru jetë vetëse Allahu përmes tij e ka plotsu fen. Para më një profet që po na mëson çysh me hin në banja apo në nevojtore, si mi kry nevojat, s'na pas ka tregu për Allahun, cilësitë e tij, emrat e tij. Kjo është vërtet një absurditet. Andaj na fen e Allahut ku e marrim? E marrim duke u bazu në Kur'an, në fjalën e Allahut, duke u bazu në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe duke u bazu në kuptimin që e kanë pas gjeneratat e arta. Qofse ne e njohim Allahun, kena me dasht, kena me pas mendim të mirë për Allahun. Mirë po qofse nuk e njohim Allahun, kena me pas mendim të keq. Nga se kjo do të thonë është rezultat i mosnjohjes. Për këtë arsye, dikush edhe i bën mëkat Allahut, nga se ndoshta ju ka zbej ajo bindje që Allahu e vëzhgon. Ka harru që me këtë dorë që i ka bën mëkat Allahut, dora ka me dëshmu kundra tij. Syni ka me dëshmu kundra tij. Këmbët kanë me dëshmu kundra tij. E çka ka shtik ta me bën mëkat? Fakti që ka pas mendim se Allahu ka mundësi të mos i di disa gjëra. Ja se ç'thot Allahu dhul xhelal. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Thot Allahu, ju fshiheshit kur bënit gjunahe. Ju fshiheshit kur bënit gjunahe. Jo nga frika se kundër jush do të dëshmojnë veshët, syt e lëkura juaj, por nga që besonit se Allahu nuk i dinte shumë nga ato gjërat të cilat ju i bënit. Ky mendim që keni pasur për Zotin tuaj, pra ky mendim i keq, ju shkatërroi dhe ju u bët humbës. Pra pi bën mëkat Allahut, nga se ka menuar se Allahu nuk i din veprimet të cilat i bëjnë ata. Allahu din çdo gjë. E din çdo gjë që veprojmë, çdo gjë që mendojmë me zemrat tona, Allahu subhanahu wa taala e di. Andaj thot Allahu dhul xhelal me një ajet tjetër: "Wa yu'adhibu al-munafiqina wal-munafiqati wal-mushrikina wal-mushrikati adh-dhannina billahi dhanna as-saw 'alayhim da'iratu as-saw wa ghadiba Allahu 'alayhim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannama wa sa'at masira." Gjithashtu, ai e bëri këtë gjë për t'i ndëshkuar hipokritët dhe hipokritët, idhujtarët dhe idhujtarët që mendojnë keq për Allahun. Ata meritojnë më të keqen. Allahu është i zemëruar me ta, i ka mallkuar dhe ka përgatitur për ta xhehenemin, sa vend i shëmtuar që është ai. Ja se ç'thot Allahu Ibn Kaimi për këta persona. Thot për këtë ajet, kjo është një kërcënim
që ka përmend Allahu e nuk është përmendur për askën tjetër jashtë aktive. Pra të cilët mendojnë keq për Allahun subhanahu wa taala. Kështu që mohimi i cilësive të Allahut dhe mohimi i realitetit të emrave të tij është një nga format më të mëdha të mendimit të keq për Allahun dhul xhelal, e që vjen si rezultati mosnjohjes së Allahut subhanahu wa taala. Pse njerëzit i bëjnë shirk Allahut? Se mendojnë se Allahu është si mbretërit për shembull. Te mbreti ti për me arrit, çish arrish? E ka një farë ndërmjetësuesi, apo? Njëra që ta çel derën, pastaj një sekretare, ku e diçka. E kështu kanë menduar idhujtarët se edhe për me biseduna me Allahun, apo Allahu me na dëgju lutjet tona, me na largu fatkeqësitë të cilat na kanë godit, ne i lusim ata mushrikët e kalum, kanë qenë më pak të dëmshëm se mushrikët bashkohor. Sa ata për shembull i kanë lutur me laçet, me lekët e Allahut. I kanë lutur profetët e Allahut. I kanë lutur burrat e mirë. Sot kanë e lutin njerëzit më të poshtër. Njerëzit më pa besimtar. Ai bën shirk Allahut, pin alkool, s'fal namaz, kur xhahiq, vdes ja bën një tyrbe, të tillin e lutin ai më ndërmjetësu tek Allahu. Apo e lutin ndonjë magjistar e kështu me radhë. Të dy pat janë idhujtar. Mirë, po ata kanë qenë më pak të dëmshëm, këto janë më shumë të dëmshëm. E çish ka ardhur kjo si rezultati i mosnjohjes së Allahut. Po ta njihnin Allahun, e kishin adhuru dhe nuk i kishin bë shirk Allahut dhul xhelal. Si ndikojnë emrat e Allahut në jetën e besimtarit? E forcojnë besimin dhe frikën ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nga se robi, kur e din që Allah është el basir, për shembull, gjithë dëgjuesi, es-semi', gjithë shikuesi dhe gjithë dëgjuesi, atëherë nuk shikon haram dhe nuk dëgjon haram. Nga se din se Allahu dhul xhelal e shikon dhe e dëgjon. Po ashtu, njohja e emrave të Allahut e nxit besimtarin që të ketë shpresë tek Allahu dhe të ketë qetësi shpirtërore. Nga se kur besimtari e njeh Allahun si Ar-Rahman, për shembull mëshiruesi, apo El-Ghafur, falësi i madh, ai nuk dëshpërohet nga falja dhe mëshira e Allahut, edhe nëse ka bërë mëkate. E din se është rob i dopt, bën gjuna, po e ka një Zot falës i cili e fal. Ne lutim Allahun dhul xhelal na mësoj ta njohim Allahun ashtu siç duhet, me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, dhe na mësoj që të vdesim dhe të jetojmë si muslimanë dhe të vdesim si të tillë. Kush ka mundësi me ble një libër emrat e Allahut, kështu e kanë titulluar, është 2 vëllima të Sheikh Abdulaziz El Gjulejil, ai flet domethënë zgjanimisht 2 vëllima është rreth emrave, cilësive të Allahut, ndikimit në jetën e besimtarit dhe kështu me radhë. Alhamdulillahi rabbil alamin.